dhe da shohim si e trajton Kur'ani dhe hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gruajen, bashkëshortën. Pra e kemi për qëllim familjen, burr dhe gruaje, jo gruajen të ndarë nga lidhja bashkëshortore. Kjo temë është shumë e rëndësishme për ata të cilët janë pamartuar. Po dhe ata të cilët janë martuar, edhe për ata është me rëndësi, për t'i ndreq ato vrimat ku i shohin se nuk i kanë ndreq. Mirë, po kjo tematik, veçanërisht për ata që nuk janë të martuar, është shumë më rëndësishme. Pse e themi këta? Nga se njeriu kur e fillon drejt, mirë, gjasat për të shku drejt deri në fund janë më të shumta. Ai i cili ka filluar shtremt, ka gjasa mu drejtu, po i duhet pak më shumë siklet, i duhet pak më shumë siklet. Për këtë pikë, pra piknisjen e mirë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka ka thonë? Njerëzit martohen për bukuri, pasuri, autoritet familjar dhe ka treguar se duhet të martohet njeriu dhe në zgjedhjen e tij mi pas sytë te feja dhe edukata. Që nën kupton se pejgamberi alayhi salatu wassalam ju ka treguar muslimanëve për piknisjen e mirë, që me mujt me vazhdu mirë. Po mirë, ata që janë martu për bukuri, për pasuri, për autoritet, për çka do qoftë nga këto, pastaj e ka kuptuar se realiteti është realitet i dinit dhe edukatës, atëherë e lut Zotin xhelle xhelalu që më ndihmu në përmirësim, në ndreqje, në dalje në gjadën e Zotit te bareke ve teala. Fillimisht Allahu xhelle xhelalu e ka përmend martesën në Kur'an. Ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunnetin e tij, në hadithin e tij. Dhe martesa e ka një rol të veçantë në fe. Sot do të flasmi vetëm për synimet dhe objektivat dhe caqet që do në mimri sheriati në përmjet martesës e njerëzve. Pastaj do të flasmi në raportin më poshtë, më praktik, më të ndjeshëm, ku dalin sikletet, problemet, telashet, se si duhet menaxhu. Po fillimisht, për çka se thash se ata që janë pamartue, ju vin kjo, dhe ata që janë martu për mu rregullue, ju vin kjo, nuk ka mundësi të nderuar vëllezër, dikush me pas sukses në martesën e tij, nëse ai nuk e di pse është martue. Nuk ka kuptim martesa e tij në mendjen e tij, e s'ka mundësi me pas sukses. Pa ja drejtu njerë kuptimet, pse je martue, pse e ke morë një gruje, pse e ke pru një të shtëpia dhe ke shtu një numër të antarve prej antarve të huaj. Pa e ndërtu këtë kuptim, kjerat s'kan kuptim. Andaj, Zoti jon te bareke ve teala na ka treguar në Kur'an qëllimin e martesës, synimin e martesës, të mirët e martesës, të mirat e shtimit, ruajtjen e nderit, ruajtjen e vetvetes nga moraliteti, të cilat do t'i përmendni me lejen e Zotit te bareke ve teala. E para vëllezër, që është me rëndësi me kuptu, është se Zoti jon xhelle xhelalu niçajin e ka quajt akt. Akt, i thojnë edhe në gjuhën arabe, akt me d, e në gjuhën shqipe është përkthije akt me t, e njëjta fjalë. Domthon akt, marrëveshje mes dy palëve. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu nga kjo kanë përmendë dietarët, gjithmonë kur Allahu vënon kushte, ajo ka rëndësi. Gjithmonë kur ta shih se në fe, një sensën e prek pa kushte, pa i plotsu kushte, dije se shumë rëndësi ajo. Se Zoti jon xhelle xhelaluhu nuk i vendos një sendit kushte vetëm se do me rrit ata. Andaj as namazën hi pa kushte, as në zeqatën hi pa kushte, as në Ramazanën hi pa kushte, as në haxhin shkon pa kushte, e as te Zoti s'pranohesh pa kushte. Kështu që meselet e mëdha kanë kushte dhe martesa hin këto të kushte. Allah i ka vendos martesës kushte. Andaj ka thënë Allahu xhelle xhelaluhu në surën El-Maide, në fillimin e surës, ja eyyuhalladhina amanu awfu bil uqud, o ju të cilat keni besuar, plotësoni aktet e juve.
plotësoni marrëveshjet e juve. Fillimisht duhet ta kuptosh se marrëveshjet kanë për obligim të plotësohen nga ana e Zotit te bareke ve teala. E martesa është akt, nënshkruan. Andaj në nikah nënshkruhet. Ti pranon me marr një vajzë dhe vajza pranon me të marr tyje dhe dy dëshmitar nënshkruajnë dhe mehri nënshkruhet dhe këtë kjo quhet marrëveshje. Allahu çka thot? O ju të cilët keni besuar, marrëveshjeve qëndroni ju pas. Rrini përmas asaj. Nëse keni nënshkruajt diçka, e çka keni nënshkruajt? Çka keni nënshkruajt aty? Keni nënshkruajt se do të jem përgjegjës në emër të Allahut kur e marr këtë grua për bashkëshorte, se do t'i qëndroj të gjitha detyrave të mia dhe nuk do t'i baj zullum duke ia shkel të drejtat e saja, dhe gjithashtu ajo e pranon këtë pikë. Se ajo do të qëndroje ndaj teje e devotshme, respektuese e lidhjes dhe kështu me radhë prej të drejtave që ai ka ndaj burrit. Dipalët bëjnë marrëveshje. Andaj për këtë marrëveshje, pejgamberi alayhi salatu selam ka thënë para se më nënshkruajt kujdes. Pse po shariati kujdes? Se zakonisht njerëzit mësohen e nënshkruajnë. Shkruaj. Po nuk janë shkruaj se pastaj ka pasoja. Dhe ju e dini se në shariatin ton është e urrejtur shkurorëzimi. Do ta shohim nga shumë kande pse urrejn Zoti jon shkurorëzimin. Pse urrejn Allahu xhalla xhelaluhu shkurorëzimin. Andaj e para të cilën duhet ta kuptosh se Allahu te bareke ve teala këta e ka thujt akt.